Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes të gjithëve, jeni duke ndjekur edicionin informativ të lajmeve drejt për së drejti në ekranin e televizionit real për të njohur së bashku mbi zhvillimet kryesore përgjatë 24 orëve të fundit. Prej 3 ditësh Rusia po bombardon Ukrainën, ndërsa lufta po vijon të intensifikohet, ku në ditën e 3 të bombardimeve rusët duket se kanë përparuar drejt Kievit. Forcat armatosura të Ukrainës kanë raportuar për luftime të ashpra rreth Vasilkiv, 28 kilometra në jug të kryeqytetit Kiev, ku janë raportuar një seri shpërthimesh, ndërsa ukrainasit po strehohen nëpër metro për të shpëtuar. Lufta po vijon të intensifikohet në Ukrainë, ku në ditën e 3 të bombardimeve rusët duket se kanë përparuar drejt Kievit. Forcat armatosura të Ukrainës kanë raportuar për luftime të ashpra rreth Vasilkiv, 28 kilometra në jug të kryeqytetit Kiev, ku janë raportuar një seri shpërthimesh, ndërsa ukrainasit po strehohen nëpër metro për të shpëtuar. Duke përpjekur të hyjnë nga lindja dhe veriu, rusët kanë arritur të ngjiten në një pikë kontrolli në qytetin e Vasilkiv në jug të Kievit, të maskuar si policë kombëtar Ukrainas. Luftimet e ashpra janë duke u zhvilluar aktualisht në qytetin Vasilkiv, në rajonin e Kievit, ku pushtuesit po përpiqen të zbarkojnë në një grup zbarkues, than forcat e armatosura. Rritja e tensioneve dhe paralajmërimeve të Putinit ka synim ekzekutimin e presidentit Ukrainas. Shabi ka kërkuar Zelenskit se mund të evakuojnë nëse ai do, por kjo është hedhur poshtë, duke thënë se nuk ka nevojë për udhëtime por për armë. Duke u shfaqur përpara zyrës së tij në presidencë, Zelenski në një komunikim me qytetarët ka thënë se ne nuk do t'i ulim armët dhe se do t'jetë aty për të luftuar. Zelenski zhvilloi edhe një telefonat me presidentin francez Macron, ku kishte marrë zotimin se armët dhe pajisjet nga partnerët tanë janë rrugës. Për në Ukrainë, koalicioni kundër luftës po funksionon, shkruan ai. Gjatë mëngjesit të sotëm, u shfaqën pamjet e një pallati shumëkatësh të bombarduar pranë Kievit, ku nuk dihet ende numri i viktimave. Për këtë rast ka reaguar dhe mbrojtja ruse, e cila ka thënë se ka lëshuar raketa gjatë natës, por pretendon se nuk synonte banorët, por infrastrukturën ushtarake. Këshilli i sigurimit të OKB-s, ditën e djeshme ashtu siç pritej, nuk miratoi dot rezolut kundër ndërhyrjes në Ukrainë për shkak të vetos së Rusisë. E megjithatë, të gjithë kombet e pranishme kanë duar trokitur shtetin e Ukrainës, pasi ambasadori i Ukrainës në OKB bëri thirrje për një moment heshtjeje për të nderuar ata që kishin vdekur në Ukrainë. Ushtria ukrainase thotë se deri më tani janë vrarë më shumë se 3500 ushtar rus dhe pothuajse se 200 janë zënë robër. Ata shtojnë se Rusia deri më tani ka humbur dhe 14 avion, 8 helikopter dhe 102 tanke. Por çfarë po ndodh në ditën e 3 të pushtimit rus? Zyrtarët ukrainas thonë se forcat ruse do të përpiqen brenda natës të sulmojnë kryeqytetin Kiev dhe të rrëzojnë udhëheqjen e tij. Presidenti Zelenski zotohet të luftojë në Kiev, duke paralajmëruar ukrainasit se nuk mund të përballojnë humbjen dhe duhet të përgatiten për një natë shumë të vështirë. Presidenti rus Vladimir Putin i bëri thirrje ushtrisë së Ukrainës të dorëzohej, duke sulmuar qeverinë e Zelenskit si një bandë narkomanësh dhe neonazistësh. SBA dhe Britania e Madhe, Kanadaja dhe BE-ja janë sanksionuar për herë të parë drejt për drejt presidentin rus Vladimir Putin dhe ministrin e tij të jashtëm Sergej Lavrov. Rusia ka vënë veto ndaj një projekt rezolute të Kombeve të Bashkuara që dënon pushtimin e saj. Ndërsa mëngjesin e kësaj të shtune, një pallat pranë aeroportit të Kievit u godit nga një raketë, ndërsa pamjet që do të shihni nga vendi i ngjarjes tregojnë goditjen shkatruese në ndërtesën shumëkaqe. E ndjekim. Një pallat pranë aeroportit të dytë të Kievit u godit nga një raketë mëngjesin e sotëm. Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë goditjen shkatruese në ndërtesën shumëkaqe. Muret e jashtme të disa njësive të apartamenteve duken të shpërthyer tërësisht, e ndërsa shërbimet e urgjencës janë në vendngjarje, por numri i viktimave nuk dihet ende.
Do të ngelemi tek e njëjta situatë sa i përket luftës Rusisë me shtetin Ukrainas, i cili ka ngjallur edhe reagimet e ndërkombëtarëve të cilët kanë bërë thirrje për armë pushim, ndërsa nga ana tjetër presidenti rus Vladimir Putin konfirmoi se ka nisur, siç e tha dhe vetë ai, një operacion special për çmilitarizmin e Ukrainës, ndërsa homologu i tij Ukrainas Zelensky shpalli gjendje lufte në vend. Që prej datës 24 shkurt Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës. Një sulm i tillë ka ngjallur reagimet e ndërkombëtarëve të cilët bëjnë thirrje për armë pushim. Nga ana tjetër presidenti rus Vladimir Putin konfirmoi se ka nisur, siç tha, një operacion special për çmilitarizmin e Ukrainës, ndërsa homologu i tij Ukrainas Zelensky shpalli gjendje lufte në vend. Disa shpërthime janë dëgjuar në kryeqytetin Ukrainas Kiev dhe gjatë orëve të mbrëmjes së të premtes. Zyrtarët e Ukrainës thonë se Rusia ka kryer sulme me raketa në qytet, ndërsa presidenti Ukrainas Zelensky ju drejtua kombit dhe i ka bërë thirrje Rusisë për një armë pushim. Ndërkohë, përmes videove të publikuara në rrjetet sociale, presidenti Ukrainës ka bërë me dije se ai është në balë të luftës dhe nuk do të dorëzohet. Zelensky refuzoi dhe një ofertë të Washingtonit për ta ndihmuar në evakuimin e tij nga Ukraina, thonë mediat amerikane. Zelensky tha se lufta është këtu. Unë kam nevojë për municion, jo një udhtim. Rusët marrin kontrollin e kompleksit të Çernobilit, vendi i fatkeqësisë më të keq bërthamore në botë. Sanksionet e reja ndaj Rusisë janë vendosur nga SBA-ja, BE-ja dhe nga Britania e Madhe. Putin mbron pushtimin, duke thënë se nuk kishte asnjë mënyrë tjetër për të mbrojtur Rusinë, ndërsa 3500 ushtarë raportohen të vrarë dhe 102 tanke të shkatruara. Rusia ka humbur 14 avion, 8 helikopter, 102 tanke, 536 mjete të blinduara dhe një sistem anti-ajror që nga data 24 shkurt, sipas ushtrisë së Ukrainës. Gjatë një konference të jashtëzakonshme pas sulmeve ruse në Ukrainë, kryeministri Edi Rama tha se qeveria shqiptare si vend aleat i NATO-s është angazhuar të mirëpres refugjatët Ukrainas. Ai tha se lufta ka rritur çmimin e energjisë në gjithë botën, por në Shqipëri nuk do të rritet as për familjarët dhe as për biznesin e vogël. Rama do të takojë homologun britanik Boris Johnson në ditët e ardhshme në Londër sa i përket Ukrainës. Shqipëria do të mirëpres familjet ukrainase që janë larguar apo do të largohen nga vendi i tyre për shkak të bombardimeve të Rusisë. Kjo u bë ditur nga kryeministri Edi Rama, i cili tha se qeveria shqiptare si vend aleat i NATO-s është angazhuar të mirëpres refugjatët Ukrainas. Sot në samit jemi angazhuar këtë herë dhe kanë bërë këtë gjë dhe vendet të tjera për të mirëpritur njerëzit dhe familjarët që largohen apo do të largohen nga Ukraina, tha Rama. Pas mbledhjes së NATO-s, Rama tha se lufta ka rritur çmimin e energjisë në gjithë botën, por shtoi se pavarësisht sforcove tepër të mëdha që po bën qeveria, do të vijojë të qëndrojë zotimeve të mëparshme që në Shqipëri nuk do të rritet çmimi i energjisë as për familjarët dhe as për biznesin e vogël. Jemi ndër vendet shumë të pakta që nuk e kemi prekur çmimin e energjisë. Jemi zotruar që do të bëjmë çmos për të mbajtur në kontroll çmimin e energjisë, sepse sigurisht jemi të vetëdijshëm për efektin që ai ka dhe për goditjen psikologjike që sjell në tërësi, sidomos të konsumatorit dhe biznesit të vogël, ku deri më tani kemi arritur t'ie dalim, gjë që ndodh me një sforcë të madhe nga qeveria, u shpreh Rama. Gjatë konferencës së jashtëzakonshme, Rama tha se sulmi rus në Ukrainë është tragjik dhe se nuk dihet se si do të përshkallëzojë situata dhe se çfarë rrjedhjesh do të marrë ngjarja, e pse me zemër dhe mendje e gjithë bota është me Ukrainën. Rama tha se duhet jemi të vetëdijshëm që lufta është reale dhe ka një impakt real në ekonomi, por që fatmirësisht ai theksoi se ekonomia shqiptare nuk do të ketë ndikime shqetësuese. Kryeministri Edi Rama e cilësoi NATO-n si fuqinë më të madhe ushtarake që ekziston në zonën e sigurisë së vet, por nëse ajo do të ndrynte në këtë konflikt do të shpallte luftën e tretë botërore. I pyetur nëse do të rishikojë pozicionin e Shqipërisë në Open Balkan, pasi Serbia nuk ka dënuar sulmet e Putinit, Rama tha se Ballkani i hapur i shërben pikërisht shmangjes së konflikteve dhe se kjo nisëm nuk ka pritur të sulmohet Ukraina nga Rusia që të zbulojmë lidhjet mes Vučić dhe Putinit. Prej 3 ditësh Ukraina po bombardohet nga Rusia, ndërsa komuniteti shqiptar që jeton aty është i vogël, rreth 60 shqiptar, por vetëm 6 prej tyre kanë kërkuar të kthehen në Shqipëri, duke kontaktuar ambasadën shqiptare. Edhe pse ka patur sinjale se Rusia dhe Ukraina mund të ulen për bizetime për shmangjen e humbjeve të jetëve të tjera, ende mbetet e paqartë nëse do të ketë. Flasim tani për të tjera zhvillime. Zbardhet vrasja e Altin Alikaj, trupi i të cilit u gjend i pa jetë
Në banesën e tij në Vlorë 8 ditë më parë nga ëma e tij ndërsa ishte shpallur në kërkim përpara se të gjendej i vdekur. Policia e Vlorës ka arrestuar si autor të dyshuar për vrasjen e 46 vjeçarit shtetasin Shazi Ahmeta, 23 vjeç, banuese Lushnjës, dhe shoku i tij Mateo Kiptiu, 30 vjeçar, pasi dyshohet se ka ndihmuar autorin për të fshehur, duke siguruar atij një mjet të marrë me qera për lëvizjen e tij. Është zbardhur vrasja e Altina Likaj, trupit të cilit u gjeti pa jetë në banesën e tij në Vlorë nga ëma e tij, ndërsa ishte shpallur në kërkim 8 ditë përpara se të gjendej i vdekur. Policia e Vlorës ka arrestuar si autor dyshuar për vrasjen e 46 vjeçarit shtetasin Shazi Ahmetaj, 23 vjeç, banues në Kolonjë, Lushnjës, dhe shokut të tij Mateo Kiptiu, 30 vjeç, pasi dyshohet se ka ndihmuar autorin për të fshehur, duke siguruar një mjet të marrë me qera për lëvizjen e tij. Autori Shazi Ahmetaj është me precedent mëparshëm kriminal në fushën e narkotikëve dhe të vjedhjes. Në momentin e ndalimit, 23 vjeçarit u gjet dhe ju sekuestrua në cilësinë e provës materiale 40.5 gram lëndë narkotike e dyshuar e llojit heroin. Policia thot se vazhdojnë veprimet hetimore për të përcaktuar motivet e këtij krimi të rënd, si dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë implikuar në këtë ngjarje. 2 të arrestuarit akuzohen për veprat penale vrasje me dashje, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit, prodhimi dhe shitja narkotikëve dhe përkraja e autorit të krimit. Ngjarja u regjistrua në lagjen 24 maji, teksa Lika ishte shpallur në kërkim që prej datës 11 shkurt, ndërsa denoncimin në polici e kishte bërë kushëriri i tij. Në trupin e 46 vjeçarit është gjetur një plumë në shpatull nga krahu i zemrës, si dhe një frakturë në kokë, ku dyshohet se është goditur me sende të forta. Nga ana tjetër, familjarët e tij dyshonin se vrasja ishte e mirë organizuar. Sipas tyre, autori apo autorët kanë elmuar qenë të komshinjve në mënyrë të mos lenin për të sinjalizuar futjen e tyre në banesë, dhe po ashtu kanë ulur automatin në shtëpinë e viktimës. Po ashtu ata kanë deklaruar se në banesë kanë gjetur dhe një sapat me gjak, me të cilën dyshohet se është goditur viktima. Lufta e nisur mes Rusisë dhe Ukrainës mund të kthehet në një betejë ekonomike për shumë shtete. Një vrull i ri çmimesh pritet të reflektohet shumë shpejt edhe në tregun shqiptar sa i takon drithrave, duke qenë se Rusia është destinacioni kryesor nga ku Shqipëria furnizohet me grur. Çmimi i tij pritet të rritet për shkak të sanksioneve të paralajmëruar nga SBA-ja ndaj Rusisë për bllokimin e tregtisë. Lufta e nisur mes Rusisë dhe Ukrainës mund të kthehet në një betejë ekonomike për shumë shtete. Një vrull i ri çmimesh pritet të reflektohet shumë shpejt dhe në tregun shqiptar sa i takon drithrave, duke qenë se Rusia është destinacioni kryesor nga ku Shqipëria furnizohet me grur. Çmimi i tij pritet të rritet për shkak të sanksioneve të paralajmëruar nga SBA ndaj Rusisë për bllokimin e tregtisë. Çmimi i një ton gruri u rrit vetëm 2 ditë si pasojë e konfliktit me 10%, thot kryetari i Unionit Tregtar Agro-Ushqimor, Theodor Kristuli. Pjesën më të madhe të grurit ne marrin nga Rusia, rreth 75% të importit. Me çmimin situata është e hapur. Me bllokimin që ishte bërë nga SBA, çmimi i grurit është rritur me 10% nga dje deri sot, tha Kristuli. Në mungesë të furnizimit nga Rusia, Kristuli thot se duhet i drejtohen tregjeve të tjera, të cilat menjëherë kanë rritur çmimin e grurit për ton. Nga ana tjetër, Kristuli thot se depozitat në vend janë të furnizuara maksimumi për të përballuar vetëm për 3 muaj. Vetëm në vitin e kaluar, Shqipëria ka importuar nga Rusia 4.9 miliard lek, vetëm drithra, vlerë që ka ardhur në rritje nga viti 2020, kur u importuan 4.3 miliard lek drithra. Fermerët, blegtorët, peshkatarët dhe bletarët do të kenë mundësinë të aplikojnë prej ditës së djeshme deri më 25 mars për të marrë mbështetje financiare për skemën kombëtare. Mbështetje do të jepet për farat, fidanët, inputet bujqësore, blegtorinë dhe mbarshtimin e bletëve. Qysh prej datës 25 shkurt deri më 25 mars, fermerët mund të aplikojnë që të përfitojnë fonde nga skema kombëtare. Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural ka njoftuar se do të jepen 200.000 lek për hektar në sezon për fermerët si mbështetje për fara, fidan dhe inputet të tjera të bujqësore. Ata nuk mund të marrin më shumë se 1.5 milion lek dhe financimi do të jepet për jo më shumë se 2 sezone. Kjo skem do të financojë 50% të faturave tatimore për ndërtimin e serave diellore, për prodhimin e perimeve me sipërfaqe jo më pak se 1 hektar dhe jo më shumë se 5 hektar për subjekt, përfshirë dhe instalimin e sistemit të ujitjes. Masa përfitimit do të jetë jo më shumë se 13 milion lek për hektar. Kategoria tjetër e përfitimit janë fermerët që kultivojnë bim aromatike dhe mjekësore, ku çdo aplikant do të marrë 60.000 lek
por jo më shumë se 1 milion lek. Aplikimet do t'jenë të hapura dhe për fermat organike apo implementimin dhe certifikimin e Global Gap. Prej të premtes hapen dhe aplikimet për të përfituar rimbursimin dhe për krerët e bagëtisë, të gjithë blegtorët që kanë jo më pak se 100 krerë dele apo dhi, pasi të aplikojnë mund të përfitojnë 1200 lek, ndërsa fermerët që kanë jo më pak se 10 lop mund të marrin financim 10.000 lek për kokë. 1.000 lek për zgjua do të përfitojnë fermerët e bletëve dhe këtë vit, nëse aplikojnë për skemën kombëtare, aplikimi për fidanët, bimët mjekësore dhe për mbashtimin e bletarisë do të bëhet online në Albania, pa patur nevojën e dokumentacioneve. Të gjitha aplikimet për kategoritë e tjera përfituese të skemës do ta dërgojnë aplikimin përmes postës ose dorazi pranë zyrës së AZBR-s. Flasim tani për situatën e motit në vend. Paradita do të jetë me kalime dhe kthjellime vranësirash, ndërsa kthjellimet më dukshme do të jenë në zonat e ulta, ndërsa vranësirat do të jenë më të fokusuara përgjatë zonave malore. Por në vijim vranësirat do të shtohen në gjithë vendin, ku në mbrëmje dhe gjatë orëve të natës do të sjellin oreshje jugperëndimore në gjithë territorin. Sipas Meteoalbit, paraditja do të jetë me kthjellime dhe kalime vranësirash. Kthjellimet më dukshme do të jenë në zonën e ulët, ndërsa vranësirat do të jenë më të fokusuara përgjatë zonave malore, por në vijim vranësirat do të shtohen në të gjithë vendin, ku në mbrëmje dhe natën vonë do të sjellin oreshje jugperëndimore të territorit. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga -1 gradë Celsius deri në 17 gradë Celsius. Era do të fryjë me shpejtësi 45 km/h nga drejtimi jugor, juglindor, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 3 deri në 4 ball. Të nderuar teleshikues, përfundon këtu ky edicion informativ. Faleminderit që shndruat me ne.